Ledi Enrico janë me mua në studio për të diskutuar pikërisht për përballjet e sotme të Champions League. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Chelsea-Barcelona duket të paktën në letër si përballja më e fortë në fushë, pastaj mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë me Chelsea-n që surprizon kur nuk e pret, por edhe befason atëherë kur pret që ajo do të fitojë. Shiko, Chelsea është një skuadër e cila ndër vite, të paktën këto vitet e fundit, i ka sjell goxha vështirësi Barcelonës, edhe kanë një rivalitet goxha të madh me njëra tjetrën, për faktin se kujtohet shpesh ajo gjysmëfinale, le të themi e marrë pa të drejtë nga Barcelona. Dhe që për asaj kohe, çdo ndeshje mes tyre ka qenë në tension edhe goxha e luftuar. Pavarësisht se Barcelona ka mundur ta, le të themi, të marrë rezultate pozitive disa herë në Stamford Bridge, në stadiumin e Chelsea gjithmonë ka pasur të vështirë. Me sa duket Barcelona të paktën nga ndeshja e fundit referuar kësaj që bëri edhe në stadiumin e ri të rinovuar, duket sigur lojtarët janë rikthyer tashmë se ka pasur goxha dëmtime, edhe duket si një skuadër më e kompletuar ose me më pak mungesa. Pas atij fillimi, le të themi me hope, disa ndeshje të lëna në fund, një humbje me Realin e Madridit, po ashtu edhe disa ndeshje jo fort mira si që jemi mësuar në drejtimin e Hansi Flick, por besoj që sot do jetë një provë mirë për Barcelonën nëse mundet të mbaj hapin e kampionëve apo le të themi të dorëzohet para Chelsea-t. Duhet parë si ndeshje Esmeralda, Chelsea në fushën e saj është një skuadër e cila gjithmonë lufton edhe prodhon futboll të bukur, por diferenca ndoshta do jetë midis dy trajnerëve. Kemi një trajner i cili është i ri, ka qenë disa vite, le të themi, ndihmës si trajnerëve goxha të mirë. Kemi edhe një trajner i cili tashmë është i konfirmuar që është Hansi Flick. Duhet parë se si do luajnë. Të dyja skuadrat kanë element shumë të mirë në skuadër. Vjen mirë që Chelsea ka rikthime në grup, edhe mungesa e Cole Palmerit, le të themi, ja ka humbur pak atë bukurinë e lojës Chelsea-t, por rikthimi i tij nuk e di nëse do jetë sot pjesëmarrës fushën e lojës, por kam përshtypjen që do jetë ndeshje e luftuar edhe Chelsea do t'ia sjellë ngushtë Barcelonës sot. Enrico, nëse shohim kampionatet e të dy vendeve, duket se Barcelona është shumë më mirë se sa Chelsea. Sa ndikon kjo në Dhe Chelsea e ka marrë veten, ne analizuam pak dje që ka ardhur në vendin e dytë në kampionatin anglez, që për nga rivaliteti dhe për nga vështirësia besoj është kampionati më i fortë. Sidomos në këtë sezon e shkuar është kampionati më i fortë. Mjafton përmendësh faktin që kampionët në fuqi janë në vendin e 11 dhe kupton se ku luhet dhe realisht nuk është vetëm krizë tek Liverpool, por skuadrat e tjera që janë të forta. Chelsea nuk duhet të vlerësuar. Madje kur më përmend Chelsea, Barcelona, Chelsea, më kujton fix Real Madrid, Bayern, vetëm për çështjen e të polemikave, sepse vazhdimisht, sidomos Ledi e tha sakt, kam pasur vërtet një rivalitet. Unë e kam diskutuar që Chelsea nuk është në një ekip me histori, nuk krahasohet me Barcelonën, mbas edhe me skuadra të tjera në Europë, por që është një ekip që me Barcelonën si ka hapur punë, sidomos kujtojmë në periudhën e Thomas Tuchel që fitoi te Champions League-ën, më poshtë Realin e Madridit me spektakel në dy ndeshjet vajtje ardhje. Kështu që është një skuadër pragmatiste dhe me Enzo Maresca ishte shumë interesante. Esmeralda e pyetën pak gazetarët dhe i thanë që a do të dëshiroje të ishte ndonjëherë trajneri Barcelonës apo do drejtori Barcelonës dhe që u përgjigj për momentin jam në një skuadër me klasë botëror dhe jam shumë i lumtur këtu. Unë pres një futboll besoj interesant, sidomos është e vërtet që në Stamford Bridge Chelsea çuditërisht ndaj çdo kundërshtari është shumë i avantazhuar, sepse ne vazhdimisht themi që luan në transfert apo luan në shtëpi për të mëdhenjtë e Europës, nuk është se ka ndonjë diferencë, por janë disa stadiume tipike që të vështirëson ambienti, atmosfera, edhe lojtarët vendas motivohen pafund. Dhe një nga ato është Chelsea, se për kualitete kam ide 11 me 11, sepse Ledio e thot saktë që mungon Cole Palmer, por fundja trajneri ka marrë masat pa Cole Palmer gjatë gjithë këtyre javëve, apo dhe lojtarë të tjerë, por 11 Barcelona kam iden është pak me avantazhuar, sepse në letër, sipas, ju e dini që unë jam pak merakli i kompanive që bëjnë matin e statistikave, performancave. Kush avantazhohet? Chelsea. Chelsea? Është më i avantazhuar për ballë Barcelonës. Për ballë Barcelonës. Pikërisht ndoshta këto janë ato faktet që bëjnë diferencën. Interesante. Mirë, i shohim një nga një gjithë ndeshjet e mbrëmjes së sotme, e nisem me këtë sepse do të jetë ndeshja më e bukur, kam përshtypjen edhe më e shikuar e mbrëmjes sotme. Kemi Ajax Benfica.
Janë dy skuadra që janë në vendin, domethënë dy vendet e fundit të kësaj renditje së plotë të Championship, akoma nuk kanë marrë asnjëra as tjetra pikët e para. Ajaxi prej disa vitesh, le të themi, ose që nga viti i shkuar kur humbi kampionatin, kur ishte disa pikë diferencë nga vendi i dytë edhe në fund e humbi kampionatin, duket sikur ka humbur edhe ritmin. Është një skuadër e cila edhe këtë vit nuk është se po performon mirë. Nga ana tjetër, Benfica me ardhin e Mourinhos të gjithë besuan që do ndryshon të fytyrë dhe do ishte një skuadër të paktën si që mësuar me këtë le themi mbështetjen apo karikimin që i jep më tepër trajneri portugez, një skuadër paktën më agresive. Bëri një ndeshje të parë e cila ishte surpriza e nisjes së Championship, pra nga një fitore në pjesën e parë me rezultatin 2-0 kundër Karabak, në pjesën e dytë u shpërfytyrua dhe psoi 3 gola. Në ndeshjet pasardhëse sërish ka humbur në të gjitha ndeshjet, pra nuk ka arritur të marrë asnjë pikë, por duke parë formën e dobët Ajaxit, mendoj që Benfica sot ndoshta mund të arrit të marrë ndoshta 3 pikët e para në këtë garën për renditjen e më të mirëve, 24 më të mirëve. Galatasaray, Royal Union. Është një nga skuadrat më të investuara, besoj, në kampionatin turk nuk ka histori, nuk ka vështirësi dhe besoj do ta mbyll me trofe, ashtu siç ka ditur të bëj për shumë sezone, është një ekip rekordmen nëse s'gaboj edhe në krahasim me Fenerbahçe. Të paktën për pjesën e investimeve është konkuron ekipet e mëdha në Europë, edhe pse ndonjëherë nuk është se janë në përpjesësim të drejtë, sepse Galatasaray Championsi nuk është mendoj për këtë lloj skuadre, sepse vlen eksperjenca, historia dhe ndoshta investimet janë në një shkallë më pas, por me Royal Union, duke parë që është skuadra, edhe pse vjen si kampione e Belgjikës në sezonin e shkuar, gjërat këtë vit nuk i ka shumë në Terezi, them se Galatasaray nuk duhet ta diskutojë një ndeshje të tillë. Ka arritur, nëse s'gaboj, Galata është mposhtur 1-5 vetëm ndeshje në Gjermani dhe pastaj nga Frankfurti, mposhti Liverpoolin, bëri prapë një ndeshje tjetër të mirë dhe mendoj se sot mund të marrë 3 pikët e radhës, por ndaj tyre kundërshtarëve dal nga dal shkon, le të themi, qëndron brenda 16-ës dhe mund të siguroj kalimin më tej. Të kesh një ekip Gündoğan, të kesh një ekip Osimhen, të kesh një ekip lojtarin e kombëtares gjermani që u thirr edhe pse ishte pjesë e Galatasarayit, Leroy Sané. Realisht është 28 vjeç, bëri 2 gola në ndeshjen me Slovakin, po bën mjaft mirë, ka Barish Yilmaz, ka Mauro Icardin, ka Mario Lemina, ishi Juves edhe i kampionatit italian, pra Davinson Sanchez, po ti marrësh Esmeralda, një nga një janë lojtarë që gjithë kanë një eksperiencë në ligat e tjera apo edhe në Evropë. Bodoglimt Juventus, Ledio, sepse Juventusin e diskutuam dje me Enrikon për kampionatin, por duket se edhe pse ka ndruar trajner, rezultatet vazhdojnë të mbeten të njëjta. Ledio ka mendjen akoma te derbi, duhet edhe që ta pyet të pak. Të ndihet dhe ai mirë për këtë pjesë. Po nuk ka koment për derbin. Okej. Nuk ka koment. S'ka koment. Derbin thjesht e fituam, ndoshta s'merituam aq shumë, po gjithsesi kundër kur fiton s'ke koment, kur je barazim dhe humbet ke koment. Ndeshjet kundër Interit vlen vetëm rezultati, asgjë më tepër. Përsa i përket Juventusit, duket që është skuadër që po has vështirësi edhe me trajnerin e ri. Ndeshja e fundjavës në kampionat, edhe pse Fiorentina është një skuadër që këtë vit ka lënë shumë për dëshiruar, duke mos arritur ende një fitore në 12 javët e parë të kampionatit italian. Sërish Juventusi edhe pse kaloi në avantazh në pjesën e parë nuk arriti dot ta mbante. Madje rrezikoi edhe disa herë për ta humbur ndeshjen. Nuk arrit, domethënë, ndoshta Spalletti nuk ka arritur ende të gjejë 11-shën e duhur të kësaj skuadre, sepse zgjedhje ka brenda grupit, është një skuadër me tradita në Champions, po për momentin ose vitet e fundit ka pasur goxha luhatje. Ndeshja e sotme me Bodoglimtin është një skuadër që edhe pse është, le të themi, në letër shumë më e dobët se skuadrat e tjera Esmeralda, gjithmonë i kanë nxjerr probleme skuadrave që udhëtojnë drejt Norvegjisë për të luajtur kundër Bodoglimtit. Kam përshtypjen që Juventus sot duhet mas forcat me të për të qoftë për dal nga kjo, le të themi, krizë psikologjike që është krijuar brenda grupit, që nuk arrin dot të nxjerrin fitore dhe të kenë vazhdimsi, qoftë në kampionat po edhe në Champions, por edhe për treguar që me të vërtetë është një skuadër e cila vërtet ka probleme momentale, por i ka elementet e duhur brenda skuadrës për të bërë mirë. Kështu që do jetë prove forte
duke marrë parasysh që edhe në Norvegji kam përshtypjen që sot do luhet, besoj në ndeshjet e borës, do jetë një ndeshje goxha sprove për Juventusin atje. Edhe pse ata janë mësuar që në Torino të luajnë në të ftohtë, por i ftohti norvegjez është pak i egër edhe për Spalletin do jetë Ledio më fal. Po të shikojmë fotot e shpërndara me xhupa të trash deri në fund këmbëve lojtarët e Juventusit dhe ndeshjen që u luaj Tromso, nuk e di ku ishte, në fundjavë ishte në atë stadium shkonte -6 deri në -8 gradë. Kështu që nuk e dim pastaj. Është ndeshje goxha e fortë për Juventusin. Vetëm do doja që sot kishte pak minutazh Zhegrova, sepse me Tudor të paktën mirë keq disa minuta i merrte. Madje në disa ndeshje bëri edhe diferencën edhe e vlerësuan jashtëzakonisht shumë. Faqja e Juventusit për disa kohë duk sigurisht e faqja e menaxhuar për Zhegrovën, por në ndeshjen e fundit edhe pse doli goxha minuta në nxemje nuk mori asnjë kohë, le të themi, në lojë. Shpresoj që sot të jetë pjesë. Po tani flasim për një emër të madh, Esmeralda. Do me thënë, ajo është qëndron ajo që thotë Ledio, sepse në terrene të tilla është shumë e vështirë të fitosh, po do me thënë diferencat janë të theksuara jo vetëm në emër, sepse tani ne e dim situatën që po kalon Juventus, po edhe në kualitete, në grup lojtarësh. Megjithëse prapë unë them do të kemë vështirësi por do donim të mos më kujtohet ajo video një tifoz nuk e di çfarë është italian që acarohet me një nga skuadra dhe thotë jetojnë në një vil, marrin kaq para, kanë makina të shtrenjta, do me thënë shpërthen gjithë revolta e tij. Dhe kjo më kujton Juventusin, sepse deri para pak ditësh ishte kthyer vërtet në një faqe si fanpage-i e Don Zhegrovës, apo edhe i lojtarëve të tjerë, ndoshta nga aspekti e marketingut PR-it vlerësohen, por në fush asnjë futbollist nuk po paraqitet si duhet. Dortmund Villarreal. Po gjermanët në Champions, ose më saktë Dortmundi në Champions është një skuadër që sigur tjetërsohet edhe ka superfuqi. Jo më kot 2 vite më parë ishte finaliste dhe askush nuk e besonte në fillim që Dortmundi mund të ecë aq shumë. Por në fund fare doli në finale dhe kishte shanset edhe për ta fituar, pavarësisht se përballë saj ishte Reali. Edhe këtë vit po bën mirë, është një skuadër e cila le të themi ka grumbulluar një pjesë të pikëve paktën më shumë se gjysma atyre që ka mundur të luajë, por nga krahu tjetër skuadra me të cilën luan Villarreali është një skuadër që është befasi do të thoja për mënyrën se si luan futboll si vjet. Renditet në vendin e 3 mos të gaboj pas Barcelonës dhe Realit Madridit në Spanjë dhe luan një futboll mbërslënës. Ka disa lojtarë të cilët pjesa më e madhe ndoshta nuk njihen ose nuk njiheshin, por që këtë sezon po bëjnë mirë me disa futbollistë mesfushorë që po spikasin jashtëzakonisht pozitivisht. Një ndër ta është Moleiro, është një lojtar për të cilin shumë pak njerëz mund të ketë ose sportdashës mund të kenë dëgjuar, por që thuhet që është e ardhmja e kombëtares spanjolle edhe një Pedri i dytë, pavarësisht se është herët për ta thënë, por me kapacitetet që ka edhe me ndeshjet që ka zhvilluar të paktën javët e fundit, duket që është një skuadër e cila mund të nxjerrë pengesa çfarëdo lloj ekipi tjetër. Pavarësisht se në letër më i favorizuar duket Dortmundi për shkak edhe të ndeshjes brenda fushës. Edhe në Champions nuk është se po bën mirë, ka vetëm një pikë Villarreali dhe të mendosh kush e ka mundur në ndeshjen e fundit, e ka mundur Pafos. Legjenda e Citos Pafos. 1-0 dhe ishte realisht po ecet me grumbullimin e tifozëve. Janë bërë 2, janë bashkuar dhe unë te grupi. Është Ledio, domethënë unë jam kryetari i tifo grupit, Ledio për momenti është sekretari organizativ, nuk do merret edhe me nuk kemi masë. Ka njerëz që kanë shprehur dëshirë. Një nga një. City Leverkusen. Po, Manchester City këtë vit të paktën duke i sigur do haste po të njëjtat probleme që kishte vjet edhe ndeshja e fundit e tregoi që i mungojnë le të themi ata gjeneralët cilët në ndeshje të tilla bënin diferencën, edhe pse pati raste për ta fituar ndeshjen kundër Newcastle-it, në fund u mund me goxha polemika. Madje po të shikoje në fundjavë Guardiolën teksa merrej qoftë edhe me përveç domethënë arbitrave në fushë, merrej edhe me operatorët që xhironin ndeshjet, pra ishte i acaruar në kulm për shkak të një situate që u krijuan në lojë ku psoi edhe golin e dytë. City është një skuadër që në Champions ka bërë mirë vitet e fundit, është fituese e saj të paktën në 2-3 vitet e fundit. Leverkuseni
vjen nga një rënje nga ajo forma e mirë edhe fituese e kampionatit gjerman, pastaj psoi goxha oscilacione në rrugën e saj, qoftë në Bundesliga po edhe në Champions, por që City besoj unë që është kockë e fortë për Leverkusenin. E vetmja gjë që mund të garantoj është që mund të jetë një ndeshje me shumë gola, të paktën nga mbrëmja e sotme, shoh që Leverkuseni me Manchester City mund të urojnë një mbrëmje spektakli, sepse janë skuadra që luajnë hapur, pranojnë gola, por edhe shënojnë jashtëzakonisht gola. Kështu që e shoh një ndeshje që kam përshtypjen City do t'i marrë maksimumin. Enrika? Nuk duhet, se si do të shkojë pastaj nuk e di, po nuk duhet ta marrë shumë konsiderat Leverkuseni City në rast se është ai ekipi që pretendon të fitojë trofet. Unë kam keqardhje vetëm për mënyrën se si shkuan gjërat në fundjavë në kampionat, sepse realisht do të afrojë edhe më tepër me Arsenalin, unë poshtë nga Newcastle që sot lua në Marseille, por besoj Leverkusen, jo besoj, po dihet tashmë që nuk është ekipi sezonit shkuar. Ne kemi analizuar me Ledion disa në këtë studio që janë larguar pafund futbollist dhe një pjesë e tyre ishin, mund themi, pika kyçe e lojës së Xabi Alonsos, madje edhe vetë strategu Alonso që zgjodhi Realin. Kështu që për Cityn nuk pres të ketë probleme dhe gjithmonë e kam thënë që Pep Guardiola nuk është se nga ata trajnerë që dorëzohet. Çdo skuadër ka të fillimin gjatë dhe në përfundon një periudhë, një cikël i caktuar, por City ka nisur tashmë të riun, po të shikosh me afrimet që bërin merkato. E kuptoj. Marseille Newcastle. Për mua paktën si e shoh, pas Chelsea Barcelona e Marseille Newcastle është ndeshja më e fortë e mbrëmjes. Domethënë janë dy skuadra që kanë pothuajse një nivel, luajnë futboll të bukur, sidomos Marseilla këtë sezon po i surprizon të gjithë ose më saktë po kthehet ajo Marseilla e dikurshme, me një trajner italian për cilin shumë pak vlerësime le të themi mediatike ka pasur, por që në të vërtetë puna e tij tregon krejt të kundërtën. Është një ndër trajnerët për cilin Guardiola gjithmonë ka rezervuar fjalë pozitive dhe po e tregon edhe në fushën e lojës. Pra ka kthyer Marseillën në një makineri golash, vetëm sepse ajo që i mungon është vazhdimësia, pra le të themi fitoret në çdo javë, qoftë në kampionatin francez të futbollit, po edhe në Champions. Sot pret Newcastle i shquhet si një skuadër fushe, faktikisht, por është një skuadër që kualitetet brenda i ka goxha të mëdha dhe mund t'i bëjë dëm edhe Marseilles, por që francezët duket sikur po mundohen të rivalizojnë brenda kampionatit francez Paris Saint-Germainin, i cili është kthyer në një skuadër që çdo vit nuk del pa trofe. Për mos thënë, i merr të gjitha trofet e mundshëm që ka futbolli francez. Kështu që duke qenë një rival i drejt për drejt i Paris Saint-Germainit, duket që stekën e ka ngritur, nivelin e ka ngritur, lojtar ka, absolutisht, një prej tyre që po bie në sy jashtëzakonisht për mirë është, le të themi, pishmani Manchester United, do ta quaja kështu sepse doli si yll tek Manchesteri, më pas ngjarjet jashtë fushë i krijuan goxha probleme dhe zbehën atë shkëlqimin e tij, por që duket sikur është rikthyer Mason Greenwood, duket si një lojtar që po bën jashtëzakonisht mirë dhe po troket në derën e kombëtares së tij për t'i thënë që edhe unë kam nevojë për një vend për të bërë mirë, sepse është krye golçënuesi në kampionatin francez, por edhe po udhëheq Marseille në këto triumfet e fundit. Napoli-Karabakh. Napoli është skuadra që mua gjithmonë nuk më ka bindur dhe edhe këtë sezon nuk është se më bind shumë. Ne kemi thënë gjithmonë Napoli nuk i ka kualitetet dhe kushtet për të luftuar në disa kompeticione. Nëse flasim për Serie A, ka një mjeshtër në krye të pankinës, nëse flasim pastaj në Champions, ka një trajner që megjithëse nuk e ka fituar asnjëherë, apo jo Antonio Conte, të paktën në aq kosa ka ndjerë futboll. Pikërisht. Kështu që edhe pse ka garuar me disa skuadra, Karabakh në anën tjetër e vlerësoi shumë për paraqitjet që ka bërë, priti Chelsea në shtëpi dhe zhvilloi një performancë mbreslënse, nëse zgaboj 2-2 duhet ketë përfunduar dhe ishte duke fituar deri në mesin e pjesës së dytë, por sigurisht është në ato skuadra që nuk është se pretendon diçka mendoj në këtë kompeticion. Them se ato pritshmërit i ka arritur, objektivat i ka arritur dhe ndaj Napoli në transfert, megjithëse e shikoj si një ndeshje që nuk është se pres në një lloj spektakli nga Napoli, edhe se ka pasur rikthime, ka mungesa padyshim, por
që me dëmtimin e Kevin De Bruyne, që të gjithë ne e dim se çfarë lojtari është dhe sa i rëndësishëm është për ekipet ku ka luajtur, është një nga pikat që i mungon kësaj Napoli dhe i ka sjell ato problemet që duken hapur në fushë. E kuptoj. Dhe e fundit është Slavia Pragës, Atletico Bilbao. Po është një ndeshje që në letër duket një par rivalitet, pavarësisht se Slavia Pragës është skuadër që të paktën për historikun e saj shuhet për pjesëmarrjet në Kupat e Europës, ndërsa Atletico Bilbao e ka humbur atë ecurim pozitive që kishte vitin që kaloi, duke kulmuar edhe me pjesëmarrjen në Champions, duket sikur spanjollët janë të kënaqur vetëm thjesht me pjesëmarrjen në këtë kompeticion edhe nuk po mundohen për të bërë më tepër. Ajo që është, le të themi, ndryshe nga skuadrat e tjera që vlen për të theksuar është se Atletico Bilbao përveç një futbollisti Williams që është me origjinë ganeze, gjithë skuadrat tjetër janë të gjithë spanjoll, nga i pari tek i fundit, dhe pjesa, për mos thënë 100%, po 99% janë në Bask. Pra vinë nga zona ku janë lindur e rritur edhe ndjekin skuadrën e zemrës. E kuptaj. Mirë, dua pak parashikimet para se t'ju pyes për një episod në fakt që ndodhi dje. Unë ishte era e parë që shikoja që një futbollist marri karton të kuq sepse godet shokun e skuadrës. Mirë, marri pak këtu dhe pastaj një koment të shkurtër se në fund. Ajax Benfica. Unë mendoj se fiton Benfica. I doni të sakta, si i doni bashkë? Jo, pa sakta, kështu, njësh x2. Me probabilitet. Jo, se këtu pastaj... Po jo pra kështu, kështu me thënë, të përmbledhura e kisha, njësh x. Unë jam pro Mourinhos, dua fitojnë e Benficës. Galatasaray, Royal Union. Po, mendoj se fitojnë turqit, skuadër fushë, fitojnë turqit. Edhe unë them se... Bodo Glimt Juventus. Këtu do shkoja për një barazim ndoshta. Prapi besoj Spalletit, edhe pse e kam tepruar. Chelsea Barcelona. Kjo është ndeshje fortë, i ka të treja rezultatet brenda Esmeralda. Por duke admiruar disi Barcelonën edhe lojën që bën, mendoj që Barcelona mund të fitoj. Ja, unë vazhdoj me kampionët e botës edhe në me Chelsea, po. Dortmund Villarreal. Po këtu do i dhe ndeshje me plot gola, besoj, edhe mund të kemi edhe një surprizë, po gjithsesi Dortmundi, ta thash, shpërfytyrohet për mirë në Champions. Me Dortmundin të dy. City Leverkusen, shkurt, pa koment. Fiton City. Okej. City. Marseille Newcastle. Unë këtu do guxoja të thoja fiton Marseille. Pro Newcastle. Napoli Karabakh. Po Napoli fiton sot. Barazim. Slavia Pragës Bilbao. Po ndoshta spanjollët do mundohen të marrin ndonjë pikë sot. Tani ka shumë raste që merr të kuqja sepse godesin. Janë të rralla, ka ndodhur dhe më përpara faktikisht. Dje po lexoja se nuk e kisha si informacion që në vitin 2008 kishte qenë rasti i fundit i një futbollisti të Stokës, po në kampionatin anglez, teksa kishte goditur shokun e skuadrës, kishte dalë ai me të kuq. Nuk e dim se çfarë ka ndodhur, por pash që lojtari Gueye kishte bërë, le të themi, një hap pase dhe kërkonte falje për situatën e krijuar, por thoshte që tensionin, loja dhe nervat e momentit e shkaktuan atë gjë dhe dola nga e humbatoruan, le të themi. Por është e turpshme kur sheh që brenda skuadrës e cila po lufton në një ndeshje goxha të rëndësishme të bëj një skenë të tillë për të dalë me karton kuq. Po nerva loje. Dhe jo vetëm aq, po desh ta eskortojnë portieri e futbollist tjetër për ta nxjerrë nga fushë. Kishte gjë që ndalonte. ndalonte. Ka qenë të vazhdueshme, Sané Mané me Grushta, Ribery me Robben. Po në stërvitje ka raste. Loja ka nerva, kështu që tolerohet. Është normale, mirë. Është diçka normale. Është më se normale. Shihemi nesër edhe për komentet të ndeshjeve të sotme dhe për ato çfarë do të luajnë nesër, ndërsa për lajmet e fundit nga vendi i Botës, shkarkoni aplikacionin e Euronews në App Store dhe Google Play, këtu ndajmë bashkë më papshëm.